a ka shërim shqiptarofobia. Një kohë gjatë po thuaj se prej kohës së pas luftës, shoqe të ndryshme anti-shqiptare të udhëhequr nga shërbimet huaja, sidomos në Maqedoni dhe Kosovë, bashkëpunim me mediat, me disa nga mediat, e krijuan një përshtypje se në Kosovë ka islamofobi, do nëse ishte gjithçka e rrejshme, e falsifikuar, dhe përshtypja ishte e tillë se të fshihen sulmet që i bëhen jo Kosovës, po shqiptarisë, jo vetëm në Kosovë, por në Maqedoni dhe në Shqipëri, mos me leju të ndërtohet një frymë e shëndosh e shqiptarëve të zgjuar, që janë të iluminuar, të ndriçuar dhe që e kanë pranuar të vërtetë.